Orën vitë natës të provojmë tiramisun të famshëm nga Ponte di Rialto, restoranti Ponte di Rialto, dhe unë, ju e dini, ndoshta nuk e dini, po ja them tani, jam i çik tapi dhe me drejtën, po që unë vdes për tiramisu dhe tani do e provojmë. Që do dini se unë kam shumë naze, tu kam Alisin, edhe këtu përpara meje kam edhe Floretën. Unë do kuptoni se kam piqi, okej? Po. Paske piqi kojet, paske piqi. Po që kam e vërtej mirë. Mascarpone që nga shumë i mirë. Se zakonisht, a di që ndodhe? Dhe me thonë, shje dhomen. Ma nuk i kam pis. Zakonisht po i thoje se tiramisun e bëri kështu me pan, mascarpone përzi me pan, po kishen nga tamam mascarpone dhe që nga receta klasike. Kam se me vërtet që nga receta klasike tiramisus edhe është diçka si po thoja e çuditshme sepse zakonisht në shumicën e restoranteve edhe në Shqipëri e bëjnë me pan mascarpone, po kjo që nga me vërtet mascarpone, do të thonë receta klasike. Alice këtu po më hante këtë tiramisun, po unë e du për vete. Tani, kjo është vetëm për mua dhe të më bëvë mirë mua.